Një ditë, babai merr fëmijën e tij të vogël dhe niset drejt dyqanit për t'i bler atij veshje për ditën e Bajramit. Pasi arritën atje, dhe fëmia zodhi diçka me ato mundësi që babai i tij kishte dhe u nisën për ta paguar. Por kur ai futi dorën në xhep, lekët i kishin rënë dhe ato që i kishin mbetur nuk kishte më për t'i paguar, pasi nuk i mjaftonin. Fëmia filloi të qajë me të madhe. Babai u turprua, u pikëllua, u zemrua shumë, po ç'të bënte? Befas, ai ndihu dorën e dikujt në shpatull, ktheu kokën dhe ç'të shihte? Një zarf i bardhë me monella ju drejtua atij. Njeriu i thot: "O baba i fëmijës, sot është ditë e madhe, nuk ka vend për zemrim, as lot, as hidrim. Allahu shpërblen shumë fish për çdo vepër të mirë që bën. Dhe unë këtë qëllim kisha kur u nisa nga shtëpia ime, dhe tash do të shkoj në dyqanin më të afërt të fëmijëve, dhe cilin do që do shoh që do ketë nevojë, do t'ia dhuroj atë. Kjo është për ju. Prit, ka dhe diçka tjetër. Nesër është Kurban Bajram, festa më e madhe e vitit për njeriu, për muslimanin. Këtë pusull po ju jap me qëllim që pas namazit të Kurban Bajramit të shkoni te ky vend i cili do të prehet kurbani dhe do të merrni pjesën tuaj me qëllim që të festoni." Puri filloi të lotoi dhe me zërin që dridheshe i tha: "O njeriu mirë, juve ju ka dërguar Zoti tek unë." Pasi kjo ishte lutja që unë i bëra Zotit tim në këtë mëngjes të ditës së Arafas, duke i thënë: "O Allah, më mundëso dhe mua të festoj me familjen time, pasi fëmijët e mi kishin një vit që nuk e provonin mishin." Dhe ja ku u plotësua. I lartësuar qofsh o Zot, çfarë feje, çfarë humanizmi, që thret për vllazëri, për bashkim, ku Muhamedi a.s. i dërguar jon në këtë ditë kujdesej që askush të mos zemroheshe, mas fëmijët mos qanin, por të gjithë të ndajnë bashkërisht çfarë kemi dhe të gjithë të festojnë dhe mos ketë njerëz që disa qajnë e disa qeshin. He pra, nga zemra ju uroj të gjithëve gëzuar Kurban Bajramin dhe në këtë ditë dua e vepra të pranuara dhe mirë se të vini në fen që ka vend për të gjithë, islame.